e infrastrukturës rrugore në Shqipëri është pasqyra më e qartë e korrupsionit dhe keqeverisjes që ndodh në Shqipëri. Sigurisht që jemi shteti i cili për kilometër kemi rrugën më të shtreitë në Europë, por nga ana tjetër kemi cilësinë më të dobët të ndërtimit të rrugës. Sigurisht këtu në mënyrë të padiskutueshme është korrupsioni që ka kapluar Shqipërinë. Fija 30% që paguajnë sot kompanitë e ndërtimit, gjë që sjell edhe uljen e cilësisë së ndërtimit të rrugëve, por jo vetëm kaq, por edhe të kompanive të cilët kanë një mungesë të theksuar në eksperiencën në ndërtimin e rrugëve, po ta vini re, pjesa më e madhe e gjithë këtyre rrugëve të ndërtuara sot të fituara nga këto kompani janë kompani të ngritura para 10 vitesh. Të gjithë kompanitë historike në ndërtimin e rrugëve mund të themi që o punojnë si nën kontraktorë të këtyre firmave, pasi e kanë të pamundur që të fitojnë tenderat e prokurimeve. Ky është shkak i mirëfillt i korrupsionit që duhet ta shikojmë. Është një moment tjetër i korrupsionit që po ta vini re çfarë ka bërë Ministria e Infrastrukturës, është ndarja në lote që i bën zakonisht projekteve për investimin në ndërtimin e rrugëve. Cila është arsyeja që pjestohet në lote një investim i rrugës? Po i marrim të gjitha rrugët, të gjitha janë me lote. Ka dy argumente në këndvështrimin tim. Argumenti i parë është që sigurisht një kompani e tillë nuk mund paguaj fin e korrupsionit 30% për një rrugë shumë të gjatë. Duke ndarë në lote, të gjitha kompanitë kanë mundësi financiare të paguajnë fin e korrupsionit. E dyta, duke ndërtuar me lote, shmangim futjen në garën reale të kompanive të huaja, të cilat mund të rrisin dhe kanë, të themi, tradit në ndërtimin e rrugëve, në cilësinë e rrugëve, dhe po ta vini re, ato rrugë të cilët në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike janë ndërtuar nga kompanitë huaja, edhe sot e kësaj dite i rezistojnë kohës, i rezistojnë shirave, i rezistojnë syrit keq që ka kapur këtë qeveri, dhe pa diskutim janë investime strategjike të cilat vazhdojnë dhe funksionojnë dhe janë kthehen në të ardhura për gjithë shoqërinë shqiptare, sepse dihet që rrugët, ju jeni ekspert fushës, janë zhvillim për një vend kur arteriet janë funksionale për sa i përket pjesës investimit. Por nëse do t'i analizojmë arteriet kryesore, të gjitha kanë pasur problematika të theksuara. Unë këto e flas si nën kryetari i këtij komisioni të burimeve natyrore, të infrastrukturës dhe zhvillimit qëndrueshëm, dhe sigurisht që ka spari mungesë strategjie në investimin e rrugëve. Do të thonë, niset për të ndërtuar lote të caktuara të korridorit 8 dhe ende nuk është zgjidhur bypassi i Elbasanit, i cili është momenti krucial i cili lidh të gjithë pjesën e lindjes me gjithë zonës juglindore, po pse jo dhe zonës Shqipërisë jugore me Tiranën. Sot që ne flasim është një situatë jashtëzakonisht kaotike, sidomos në oraret e mëngjesit, por edhe në oraret e darkës kur njerëzit kthehen nga puna. Unë sapo kthehem nga Elbasani dhe radhët ishin kilometrike, pasi nesër është 14 marsi dhe sigurisht Elbasani kthehet në një kryeqendër të vëmendjes të ditës verës. Ajo që konstatoj është, nëse ne do të marrim me radhë me rruga Arbërit, megjithëse me shumë tamtame u inaugurua, çedoi pa kaluar viti. Situata tjetër, nëse ju kujtohet, rruga Korç-Kolonjë. Edhe kjo me problematika të theksuara dhe degradim të rrugës. Qukës Qafpllocë, po ta vini re, kuptohet edhe lotet që kanë punuar bën diferencë, por një rrugë jashtëzakonisht e vështirë, por edhe e degraduar, qoftë në mënyrën se si është projektuar dhe është ndërtuar, por edhe në mënyrën se si cilësisë këtij ndërtimi. Nëse marrim gjithashtu rrugën e Florit, Thuman Kashar,
ju mund kalojmë, kemi provuar dhe shikoni cilësinë e asfaltit që është një gjendje skandaloze, degraduar, sigurisht një asfalt i hedhur para 20 vitesh. Më pas në analizë do të kujtoj edhe një rrugë tjetër, e cila është pjesa e korridorit 8. Po ndërtohet, po zhvatet në mënyrë më të mërshme lumi Shkumbin. Do të thënë, e kanë masakruar lumin Shkumbin. Unë jam deputet i qarkut të Elbasanit dhe e shpreh këtë me keqardhje. Kanë dalë këmbët e të gjitha urave dhe sot urat rrezikojnë të shembe. I kam konstatuar personalisht vetë, jemi në një situatë skandaloze. Ura e Çengelajt, ura e Xibrakës dhe ura e Mirakës janë ura thelbësore që lidhin arteret të njësive administrative me aksin nacional. E them këtë për arsye sepse jo vetëm në aspektin degradues të shfrytëzimit të inerteve në lum, por akoma më keq edhe të hedhjes në mënyrë të ngritjes së inceneratorit buz lumi Shkumbin e gjithçka tjetër, a thua qeveria e ka pasur kaq inat madh me këtë lum sa nuk po i lë gjë pa degraduar. Dhe e fundit që doja të theksoja, pa dashur të zgjatem, është edhe pasojat e rënda që sjell, janë pasojat ekonomike, faktikisht, sepse miliarda euro humbasin pa llogaridhënie, është aspekti social, sepse qytetarët humbasin besimin tek shteti, praktike sepse rrugët e dobta rrisin kostot e transportit, dëmtojnë bizneset, gjithashtu pengojnë turizmin, jetësore sepse rrugët e pasigurta rrezikojnë jetën e qytetarëve. Është rasti i parë për sa i përket vitit 2026, ku i gjithë projekt buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës u mbrojt nga zëvendës ministri dhe jo nga ministri i linjës, që në atë kohë ishte zonja Balluku, nuk erdhi për të mbrojtur projekt buxhetin për ndërtimin, për investimet dhe për projekt buxhetin e kësaj ministrie. Doja të theksoja që është, e them rasti i parë sepse qoftë pjesa rregullore së kuvendit, gjithmonë projekt buxheti propozohet dhe mbrohet nga ministri i linjës. Patëm dhe thagma aty ku thuhet që këtë vit do ndërtohet bypassi i Elbasanit. Ndërkohë që nga shkresat dhe komunikimet zyrtare ende nuk ka një projekt për bypassin e Elbasanit. Dhe kjo është jo vetëm pa përgjegjshmëri në pjesën institucionale ku kuvendi kërkon informacion dhe vjen i deformuar, dhe sigurisht kjo pastaj mban jo vetëm përgjegjësi ligjore, por edhe përgjegjësi penale, do të thojë. Ndaj është momenti që Shqipëria të meritojë rrugë të sigurta, të ndërtuara me cilësi të lartë dhe me kosto reale, qytetarët meritojnë llogaridhënien dhe jo mashtrimet. Ju faleminderit. Dhe tani unë t'i jap fjalën profesor doktor Sali Berishës. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të përzemërta secilit për ju.